Një nuse në Taxhikistan është paditur në gjykat pas martesës, pasi rezultoi se nuk ishte e virgjër. 30-vjeçari Surop ka paditur gruan e tij për rreth $4.000 dëmshpërblim disa javë pas dasmës së tyre. Ai akuzon se 22-vjeçaria nuk ishte e virgjër dhe tani kërkon të rimbursohet për kostot e ceremonisë dhe të pajës. Por nusja dhe familja e saj refuzojnë akuzat dhe e kanë paditur për shpifje, duke kërkuar $1.000 dëmshpërblim për dëme morale. Në padinë e tij, bashkëshorti raportohet se shkruan: "Kam punuar në të ftohtë në Rusi dhe nuk dua të martohem me një vajzë që nuk është e virgjër. I thash se do të isha martuar me dikë tjetër, sikur ta kisha ditur situatën." Seksi paramartese konsiderohet i papranueshëm në shoqërinë konservatore të Taxhikistanit, por raste të tilla kanë ndodhur shpesh dhe gratë përballen me periudha të gjata turpërimi, ku akuzohen se nuk ishin të virgjëra natën e parë të martesës. Vendi është mes rreth 20 të tjerëve që përdorin të ashtu quajturën test virgjërie ndaj grave dhe vajzave, edhe pse nuk janë provuar se funksionojnë nga shkenca. Procedura e inspektimit të organit gjinital për të konfirmuar nëse kanë kryer seks apo jo, përshkruhet shpesh si turpëruese, e dhimbshme dhe traumatike.